Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet në të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqati të Allahut qofshin mbi ju. Në çdo zemër njerëzore, dashuria ndaj prindërve është si një burim që nuk thahet kurrë. Ajo fillon që në çastet e para të jetës, kur fosha ndjen ngrohtësinë e krahut të nënës dhe mbrojtjen e babait. Kjo dashuri është e shenjtë, sepse prindërit janë mjetet përmes të cilëve Zoti i lartësuar na solli në ekzistencë. Janë drita që na mësoj të ecim, të flasim, të ham dhe të duam njëri tjetrin. Ata janë streh në ditët e stuhishme dhe urë drejt mëshirës hyjnore. Mirësia ndaj tyre, të nderuar dëgjues dhe shikues, është vetëm një ndjenjë e bukur, por njëkohësisht është edhe një detyrim hyjnor dhe provë e besimit të sinqertë. Kurani dhe hadithet e profetit na mësojnë se respekti, kujdesi dhe dashuria ndaj prindërve janë rrugë që të çojnë drejt kënaqësisë të Allahut xhaleshanhu. Prandaj, kush i nderon prindërit e tij, ka nderuar vetveten, dhe kush i dhuron atyre dashuri, ka gjetur derën e xhenetit të hapur për shpirtin e tij. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju ftoja së bashku të ndiqni ajetet e përzgjedhura për ditën e sotme, ku do të shohim nga ajeti 21 deri në ajetin 25 të surës Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Shiko, si ne i parapëlqejmë disa ndaj të tjerëve, kurse bota tjetër në të vërtet do të ketë shkallëzime më të mëdha dhe parapëlqime më të theksuara. Mos vërzop tjetër me Allahun, se do të mbetesh i poshtëruar dhe i braktisur. Zoti yt ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd tjetër përveç atij, dhe që të silleni mirë me prindërit. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrin pleqërinë te ti, mos u thuaj atyre as mos i kundërshto, por drejtoju atyre me fjalë respekti. Lësho para atyre krahët e përuljes, prej mëshirës dhe thuaj: O Zoti im, mëshiroj ata, ashtu siç më kanë rritur kur unë isha i vogël. Zoti juaj e di më së miri që keni në shpirtrat tuaj. Nëse ju jeni të drejtë, sigurisht që ai është falës për ata që pendohen. Pra të nderuar dëgjues dhe shikues, për ditën e sotme do të flasim rreth temës mirësia ndaj prindërve është dera që hapet për ju në xhenet. Në çdo zemër që rreh me dritën e besimit, prindërit zën një vend të shenjtë për ne. Ata janë rrënjët e jetës sonë, jetë mbrojtëse në ditët e fëmijërisë dhe shembujt e parë të dashurisë dhe të sakrificës. Mirësia ndaj tyre nuk është vetëm një sjellje e bukur, por është një adhurim i lartë që të çon drejt kënaqësisë së Allahut dhe hap derën e xhenetit për shpirtin e njohës. Kurani i shenjtë dhe hadithet e profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ngrenë këtë detyrim në një nivel të jashtëzakonshëm, duke e bërë pas bindjes ndaj Allahut urdhrin më të madh të fesë. Allahu i lartësuar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim dhe silluni mirë me prindërit. Ajeti 36 i surës Nisa. Ky urdhër hyjnor
na mëson se pas adhurimit të Allahut nuk ka vepër më të dashur se respekti, dashuria dhe kujdesi ndaj prindërve. Në një tjetër ajet, që e pam edhe në surën e përzgjedhur për sot, Allahu i madhëruar thot: Zoti yt të ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd tjetër përveç Atij dhe që të silleni mirë me prindërit. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrin pleqërinë te ti, mos u thuaj atyre as dhe mos i kundërshto, por drejtoju atyre me fjalë respekti. Lësho para tyre krahët e përuljes, prej mëshirës dhe thuaj: O Zoti im, mëshiroj ata ashtu siç më kanë rritur kur unë isha i vogël. Ajetet 23-24 të surës Isra. Pra këto fjalë hynore nuk janë vetëm një udhëzim moral, por janë një pasqyrë butësisë dhe ndjeshmërisë që duhet të mbizotrojnë në zemrën e çdo besimtari ndaj prindërve të tij. Mirësia ndaj prindërve nuk matet vetëm me fjalë të ëmbla, por me durim, kujdes dhe shërbim të përullur. Kur fëmia kujdeset për nënën e lodhur apo baban e plakur, ai nuk po bën një nder njerëzor, por përkundrazi, po kryen një adhurim që peshohet rënd në peshoren e veprave të mira. Në një hadith të ardhur nga profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam thuhet: Kënaqësia e Allahut qëndron në kënaqësinë e prindërve tuaj ndaj jush, dhe zemërimi i Allahut qëndron në zemërimin e prindërve ndaj jush. Ky hadith e bën të qartë se lidhja midis njeriut dhe Zotit të tij kalon përmes portës së mirësive të prindërve. Ai që i lëndon prindërit e tij, Allahu i mbyll portën e xhenetit, derën e mëshirës, dhe ai që i nderon e gjen derën e xhenetit të hapur dhe derën e mëshirës të hapur për të. Në traditën e Ehli Bejtit, dashuria dhe kujdesi ndaj prindërve është një shtyllë e fortë e moralit islam. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Sillu me prindërit e tu ashtu siç dëshiron që fëmijët e tu të sillen me ty. Ky mësim i urtë na kujton se dashuria është një rreth që kthehet. Kush jep mirësi, ka mirësi, dhe kush shfaq respekt, do të ketë respekt në shkëmbim. Imam Zainul Abidin, paqja qoftë mbi të, në librin e tij Risalatul Huquq ose Traktati i Drejtave, e përshkruan të drejtën e nënës me fjalë që prekin shpirtin, teksa thotë: E drejta e nënës është që ta dish se ajo të ka mbajtur aty ku askush tjetër nuk mund të të mbajë. Të ka ushqyer me frytin e zemrës së saj dhe të ka mbrojtur me trupin e saj të brisht. Prandaj, je falendërues ndaj saj për aq sa të mban mendja. Ndërsa për baban thotë: E drejta e babait është që të dish se ai është rënja jote dhe se pa të nuk do të ekzistojë kurrë. Mirësia ndaj prindërve është më shumë se sa një detyrë familjare. Është një provë për besimin tonë, për mënyrën se si neve adhurojmë Allahun xheleshanhu. Duke qenë se ne adhurojmë Allahun xheleshanhu dhe ecim sipas rregullit që ai ka caktuar për ne, atëherë dhe mirësia ndaj prindërve do të jetë pjesë e këtij besimi, sepse vetë Allahu na ka urdhëruar që ne të sillemi mirë me prindërit. Kjo mirësi zbulohet në momentet më të thjeshta, kur fëmia dëgjon me durim, kur ndihmon papritur shpërblim dhe flet me përullësi ndaj prindërve. Një njeri mund të ketë shumë adhurime, por nëse zemra e tij është e ftohtë ndaj prindërve të tij, adhurimet e tij fatkeqësisht janë të mangëta. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Ku shikon prindërit e tij me dashuri dhe mëshirë, Allahu i shkruan atij një shpërblim të një haxhi të pranuar. Sa i madh është ky hadith dhe sa domethënës është kuptimi i këtij hadithi të ardhur nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të. Pra, Ehli Bejti na thonë që vlera e prindërve është aq e madhe sa që barazohet me shpërblimin e një haxhi të plotë. Dhe vetëm një vështrim plot dashuri ndaj prindërve tuaj është i barabartë pra me një pelegrinazh, me një haxh të plot, me një mrekulli të madhe shpirtërore që të gjithë ne e duam, që tregon pra kjo gjë se sa e madhe dhe se sa peshon që dashuria, mirësia dhe shikimi me dashuri ndaj prindërve tanë. Mirësia ndaj prindërve është përmendur si një urë që lidh dynjan me ahiretin, ku profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Dera më e bukur e xhenetit
është prindi. Nëse dëshiron, ruaj atë derë, dhe nëse dëshiron, edhe mund ta humbësh. Kjo do të thotë se çdo veprim lejoni ndaj tyre, qoftë dashuri apo përbusje, ndërton ose shkatëron rrugën drejt shpëtimit në botën tjetër. Ai që i nderon prindërit e tij ka nderuar veten së pari, dhe ai që i lëndon prindërit e tij ka lënduar shpirtin e tij më së shumti. Në Islam, të nderuar dëgjues dhe shikues, mirësia ndaj prindërve nuk përfundon me vdekjen e tyre, por përkundrazi, atëherë fillon me të vërtet dashuria e madhe që ne kemi për ta. Çdo lutje, çdo sadaka dhe çdo vepër e mirë që ne bëjmë në emër të tyre është dashuria e pafund që ne themi edhe në dynja edhe në ahiret. Profeti Mëshirës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur njeriu vdes, veprat e tij ndërpriten, përveç 3 gjërave. Një sadaka e vazhdueshme që bëhet për të, një dituri që u sjell dobi të tjerëve, ose një fëmijë i mirë që lutet për ta. Pra një fëmijë që ngre duart në lutje për nënën dhe baban e tij, është si një dritë që i arrin ata në varr, një dhuratë që kursesi nuk shuhet. Por mirësia ndaj prindërve nuk duhet të kufizohet vetëm me kaq, në periudha më të rehatshme ose në periudha gëzime. Ajo duhet të shfaqet edhe në kohë të vështira, edhe në kohë sprove, edhe në kohë kur kujdesi kërkon më shumë sakrificë nga ne për to. Sa bukur e ka thënë Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, në lidhje me mirësinë ndaj prindërve, teksa thotë: mos e humb respektin ndaj prindërve të tu, qoftë edhe kur ata janë të padrejtë ndaj teje, sepse nderimi ndaj tyre është pjesë e devotshmërisë ndaj Allahut. Kjo tregon se dashuria ndaj prindërve nuk është vetëm se një ndjenjë e kushtëzuar nga sjellja e tyre ndaj nesh, por është një urdhër që buron nga shpirti i bindjes ndaj Zotit të gjithësisë. Në shoqërinë islame, mirësia ndaj prindërve është themeli mbi të cilin ngrihet çdo vlerë morale. Një popull që nderon prindërit është një popull që nderon dhe Zotin, historinë dhe vlerat e tij materiale. Kur njeriu ose dhe fëmijët sillen me dashuri, kur prindërit trajtohen me nder në shtëpinë e tyre, ajo shtëpi mbushet me dritë dhe me mëshirë të pafundme. Një familje e tillë është një pasqyrë e një shoqërie të shëndosh, ku zemrat lidhen me hallka dashurie, faljeje dhe kujdesi të ndërsjellë. Siç kemi thënë gjithmonë që shoqëria fillon së pari nga familja, dhe nëse një familje është e mirë, e fortë dhe mbizotron në të ndjenja e butësisë, e mirësisë dhe dashurisë, ashtu do të reflektojë dhe jashtë në shoqërinë ku njerëzit jetojnë. Le të kujtojmë se çdo fjalë e bukur, çdo fjalë e butë, çdo buzëqeshje dhe çdo kujdes ndaj prindërve është një çelës që hap portat e xhenetit. Le të jemi falënderues ndaj atyre që sakrifikuan rininë e tyre për rritjen tonë, që heshtën për të na dhënë paqe, që duruan për të na parë të lumtur dhe që sakrifikuan kohën e tyre, netët e tyre, që ne të rritemi dhe të bëhemi ky që jemi sot në jetë. Sepse në fytyrat e tyre fshihet mëshira e Allahut dhe në kënaqësinë e tyre gjendet kënaqësia e Zotit të gjithësisë. Mirësia ndaj prindërve të nderuar dëgjues dhe shikues është dritë që ndriçon jetën tonë, aromë që e bën shpirtin të pastër dhe një derë që ta thon drejt xhenetit të Allahut xheleshanuhu, aty ku dashuria e përjetshme i bashkon prindërit dhe fëmijët në hijen e mëshirës hyjnore, në hijen e mëshirës së Allahut të gjithëmëshirshmit, shpëtit. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju.